ndër brendet më të vjetra në Europë për skincare apo për krema, është brand francez. Produktet që unë aplikova sot tek vajza në fytyrë ishin nga një linje e caktuar e Lancomit, e cila është tash ndër më të shiturat në botë. Është linja Genefik, është linja re, gradualisht e re, për shkak që ka një vit që është dalur në treg, por ka pasur një sukses të madh. Për shkak që është përdorur një teknologji të kjo linjë që nuk është përdorur asnjëherë në brende tjera të skincare. Është përdorur teknologjia e depërtimit direkt në gjena të lëkurës. Kjo ndihmon që prej momentit që nis aplikimi apo përdorimi i kësaj linje, ruhet gjendja mirë e lëkurës cilën e ke veç tash. Prandaj është shumë e rekomandueshme të më nis më përdor për një moshë gradualisht më të re, diku 25 ose 30 vjet, pavarësisht nga zhvillimi i lëkurës, dhe mund të ruash gjendjen tënde të mirë të lëkurës. Çka kemi përdorur ne sot në fytyrë aplikimi ka qenë një linjë komplete e Genefikut. Kemi nisur prej serumit për fytyrë, serumi rreth syve, krema rreth syve dhe krema për fytyrë. Kremat ndryshojnë nga tipi i lëkurës. Sot përdorim serumin. Serumi është pjesa më e rëndësishme e kësaj linje, për shkak që kemi përmendur edhe në emisionin e kaluar që depërton deri tek shtresa e tretë e lëkurës dhe ushqet më thellësisht lëkura. Prandaj serumi mund të themi se depërton nga shtresa e tretë e lartë, kurse krema bën të kundërtën, është një kujdes më intensiv dhe një, domethënë, efekt më intensiv që mund të vrehet 7 ditë pas përdorimit të këtij serumi. Serumi rreth syve, që përdorem e pami është një aplikator me perl, përveç që ka efektin e mbrojtjes së zonës rreth syve që është gjithmonë më e ndihshme se pjesa tjetër e fytyrës, gjithashtu ka një efekt freskues për shkak të perlës që ka në aplikim. Krema rreth syve është efekti i njëjtë, mbron prej linjave të para, mbron prej shenjave të zeza të lodhjes rreth syve, gjithashtu jep një efekt freskues së zonës rreth syve. Kurse krema e fytyrës është krema e ditës që ne aplikuam sot, është krem mbrojtëse dhe është krem hidratuese. Zakonisht dua me cek dallimin që bëhet prej kremës së ditës dhe të natës, për shkak që shumë kush thotë që ndoshta nuk është i nevojshëm përdorimi i dyjave, por në fakt është shumë e rëndësishme. Kremat e ditës janë zakonisht më mbrojtëse, janë antioksidante, mbrojnë prej radikaleve të lira dhe prej faktorëve të jashtëm. Kurse kremat e natës janë gjithmonë rigjeneruese, për shkak që gjithë e dim që gjatë natës nuk kemi ndonjë aktivitet të shtuar fizik, prandaj edhe krema ka rrugën e lirë të bëj efektin e vet. Domethënë gjithmonë kisha preferuar të klienta që dëshirojnë një kujdes të veçantë për fytyrën e tyre të aplikojnë këtë komplet linjën, për shkak që gjithmonë efekti është më i shpejtë, më intensiv dhe më i dukshëm. Ka gjëna shumë të veçanta ky brand, kur është pjesa e parfimeve. Çka do të cekim sot? Sot do të cekim faktin që Lancomi është brand i kushtuar tërësisht femrës, prandaj edhe veçantia është që nuk ka parfime për linjen maskullore, ka vetëm për femra. Gjithashtu simboli i trëndafilit që e përfaqëson këtë brand tregon që ka gjithmonë përmbajtje apo ekstrakte trëndafili në parfimat e Lancomit, gjë që i bën aroma më të veçanta, më intense dhe më të ëmbla. Kemi diçka të re që ka ardhur nga Lancomi këtë sezon, janë parfimat nga linja La Vie Belle. La Vie Belle është përfaqësuar nga aktoreja Julia Roberts, domethënë është një fytyrë e njohur botërore, prandaj edhe ka bërë një bum të madh në treg kur është lançuar. Linjat e saj që kanë dalur ndryshojnë varësisht nga aroma, nga koncentrimi dhe janë gjithmonë të pëlqyera nga klientët, sidomos për sezonin dimror, sepse kanë era më të ëmbla dhe më intense. Domethënë kemi La Vie Belle parfum intense dhe Absolute de Parfum. Janë diçka më ndryshe nga parfimat tjerë për shkak që koncentrimi i parfimit është më i madh, prandaj edhe aroma atyre qëndron më gjatë në lëkurën e njeriu dhe është më intense, më dëgjohet më shumë. Gjithmonë kemi dëshirë që kur të kalojmë të lëmë një aromë parfimi pas vetes. Mund të më thonë që pikërisht këto brende ose këto parfimet e këtij brendi janë prej më të kërkuarve, prej femrave të rritë? Po, mund të themi kështu për shkak që ky lloj parfimi dhe 2-3 parfime atje që ne kemi në dyqan janë ndër top artikujt. Gjithmonë është më i pëlqyeri dhe më i kërkuari nga femrat. Po sa i përket çmimit, mundemi me thonë që është i vëlletshëm për një femër me një rrogë mesatare në vendin tonë.
Çmimet varjojnë, janë pak të larta, por që gjithmonë ja vlen, për shkak që një parfym i mirë është një lloj personifikimi për një person, prandaj cekave me herët koncentrimi i tyre është gjithmonë më i lartë se tek të tjerët, prandaj nuk ke nevojë me qit shumë, me pak mundesh me pas një aromë shumë të mirë.